Punimet në kuvend janë shoqëruar me tensione dhe replika të forta politike me në qendër projektin e zhvillimit në zonën e Zvërnecit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përgatit të organizojë një anti-miting kundër protestuesve në Vlorë, duke e paralajmëruar që të mos marrë veprime përçarëse. Jam këtu për të denoncuar me forcën më të madhe vendimin e kreut të Meduzës, kreut të organizacë kriminale për të organizuar nesër në Vlorë anti-mitingun e turpshëm të historisë. A ka akt me të turpshëm? Të marrish në punë si tu dhe të dalish në anti-miting ndaj protestës qytetare. A ka akt më përçarës? A ka akt më absurd? Është akti luftës që mafia shtetërore u shpall qytetarëve. Hiqni dorë, anullojeni. Harroj kush se ne do pajtohemi me aktet e Edi Ramës, protestuesve paqësor, topat e ujit që përdor kundër nënave me fëmijë. E gjujti foshën karros nuk e pat ju. Në mungesë të Ramës, përgjigja për Berishën erdhi nga kreu i grupit socialista Uland Balla, i cili tha se kreu i PD-s nuk është i ftuar në festën e Partisë Socialiste, ndërkohë që theksoi se investimet në Zvërnec do të realizohen. Sigurisht që ju nuk mund të jeni i ftuar në ditëlindjet e Partisë Socialiste, as në Vlorë, as në Tiranë, as gjëkundi. Prandaj diversionin tënd se nesër në Vlorë pas kemi ne anti-miting, ne kemi një fest ditëlindje. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. A investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Është një investim historik i cili do të vendosi Shqipërinë tonë të përbashkët aty ku na takon, në ligën e kampioneve të vendeve me turizëm të zhvilluar. Lideri i opozitës bëri dhe një paralajmërim për socialistët. Në qoftë se ky shkon e i bën anti-miting Vlorë, ai do përballet me ne atje. Se kjo është vija e kuqe, kalon çdo vi pastaj jam. Qytetarët do të tregojnë në Vlorë se si do përballet. Në seancën plenare ishte parashikuar një interpelancë me kryeministrin Edi Rama, e kërkuar nga demokratët. Delegimi i saj tek ministrja për marrëdhëniet me parlamentin acaroi opozitën. Nuk ka asnjë nen, as në kushtetut, as në rregulloren e kuvendit dhe as në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Ministrave që t'i jap të drejtën kryeministrit të delegoj llogaridhënien, të delegoj përgjegjësinë. Ky është një detyrim kushtetues i kryeministrit, i pa delegueshëm. Është një lloj sikur prokuroria të thrasi për të dhënë shpjegime për një temë caktuar dhe kryeministri thotë unë nuk shkoj në prokurori, po do çoj Eriona Ismailin. Nuk e bën dot. Ndërkohë, protestat për çështjen e Zvërnecit pritet të vijojnë.